Uroj që ky kongres, përveç kësaj rritje masive që po ndodh viteve të fundit, e cila i ka përfshirë të gjitha trojet shqiptare në Ballkan, po edhe më gjerë, uroj që të rritet edhe më shumë për shkak se si vjet kemi një pritje diku rreth 1000 pjesëmarrës të jenë prezent në kongres, që krahasohet me kongreset më të mëdha botërore. Dhe mu për këtë arsye jemi të gjithë të lumtur se shkencën botërore ne po e sjellim në Ballkan, por në të njëjtën kohë ky është një kongres i cili përcillet jo vetëm në kufit e Ballkanit ose të Evropës juglindore, por përcillet edhe më gjerë. Dhe ky është një dëshmi se shkenca është pa limit. Edhe kësaj here do kemi një pjesëmarrje masive nga Republika e Maqedonisë së Veriut, po kjo është një qendër rreth së cilës të gjithë kirurgët, mos të them vetëm shqiptar, po më së shumti shqiptar, mblidhen një herë në vit. Dhe kjo e ka bë aq të famshëm këtë kongres, saqë nuk po shef kufi. Të gjitha informacionet të cilet ne si kirurg dhe të gjitha inovacionet i thithim nga kongreset tjera ndërkombëtare, i prezantojmë në vendin tonë.